محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet, të gjitha adhurimet I takojnë Allahut të madhruar, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Atij mbështetemi dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatët e Allahut qofshin për të dashurin ton Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e Tij, për shokët e Tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të dashur vëllezër besimtar, padyshim se njeriu në jetën e kësaj bote ka rregulla, ka parime të cilat I ka vendosur Allahu I madhruar. Dhe ai që dëshiron të jeton I lumtur, ai që dëshiron ta kalon jetën pa vështirësi, pas prova të mëdha, dhe ai që dëshiron me dal prej kësaj bote mirë edhe me faqe të bardhë, duhet me jetu jetën sikur musliman. Nuk na takon neve e as nuk na ka hije neve që thirremi se jemi besimtar musliman, ndërsa runa zot disa prej besimtarëve I koordinon punët me shejtan, nuk I koordinon me Zotin. Për ata, Allahu te bareke wa taala kërkon prej nesh që dhe fundin ta kemi të mirë, ta kemi fundin si musliman. Dhe Allahu taala thot: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të vërtetë, sinqert. Dhe çka mos vdesni ndryshe, mos dini prej kësaj bote ndryshe, vetëm se duke qenë besimtar musliman. Andaj dikujt po I vështirësohet jeta, dikujt po I ndodhin disa sprova, dikujt po I ndodhin disa provokime, dikush po përgojohet, ndaj dikujt tjetër po shpifin e kështu me radhë. Janë vllazën procese që s'kan filluar me neve, as nuk përfundojnë me neve. Është në natyrën e njeriut me u sprovue, dhe është në natyrën e besimtarit me durue gjatë sprovave. Po vallai mu ka lodh shpirti, mu ka lodh zemra, dhe më thonë është rregullu zemra, edhe zemra po hjeka po povun. Atëherë shtrohet një pyetje, si ta qetësojmë zemrën? Si ta qetësojmë këtë zemër? Se kjo është e vogël kështu, me pas si trup është I vogël, është copë mishi, amo shumë është e rëndësishme në trupin e njeriut. Shumë është e rëndësishme në trupin e njeriut, sepse është vend burim I të gjitha të mirave dhe është vend burimi I të gjitha të këqijave që I bën njeriu në jetën e kësaj bote. E para, për me qetësu zemrën, me qenë rahat, është bindje e plot në Allahun, se Allahu na sheh. Çka do që na ndodh? Allahu na sheh. Çka do që flasim? Çfarë do projekti që bëjmë, Allahu I dëgjon fjalët tona në atë projekt. Na dëgjon. Edhe çfarë do na mendojmë me bë, mirë apo keq, po edhe nëse se qesim jashtë gojës son, Allahu e din. Kush e ka këtë bindje,
që çdo herë ka do që gjindet, Allahu e sheh, është rahat, është i smut. Çka ka nevojë me ju anku mjeku ta shumë dorë tonë, po ma çare se zemra ku pas infarkte, po do më mshue arteret e valvulat e kodile, po mos u shqetësa më vëlla, apo të shes Zoti ty, po, apo ta shes zemrën tonë që është e tronditne apo e goditne me infarkt, me solën, po çka po mërzitesh? Pse? Se Zoti ka me bo më të mirën për ty. Të dikush pa i vdeq, po me mira për ata u kanë me vdek, për që ta Allahu ja ka marrë shpirtin. Se s'ta merr Allahu shpirtin ty, përveç se kur është mas miri për ty. Po i ri për vdeq 4 vjeçar, po se 41 me pas nejt, ish ras gjënahe. E din Allahu që ka pas këmë bo, e për të mirën e tina e ka marrë ma herët. Për të mirën e tina e ka marrë Allahu ma herët. Po kam barfni, krizë ekonomike, anena knena, shtajtimet e çmimeve, kjo apo ajo, këto realitet jem. Po peshe Allahu këtë gjendin tonë po. Çka po mërzitesh ti? Pse ti po mërzitesh? Pse ti po jankohesh ministrisë së punës, mirëqenies sociale, apo jankohesh atina apo këtina? Zoti, do zotar, ma keshu këtë krizë, po ma qarën, apo më shqyshim të jetu, po, ti e di çka bën. Rregullon ma gjendin, o zot, se e di që ma rregullon, edhe ta rregullon pasha Zotin. Se krejt neve që i kemi 50 vjetë, me na pas vetë Zoti për atë 3-4 vjetë, qysh po dëni mja u bo gjendjen, që unë e pjanisi për i vetës, si jem pak ma i ri se këta që i kanë 60, 70, 80. As një për i neve se kemi lyp që ka shmirë. As një për i neve nuk e kemi lyp që ka shmirë me pas gjendjen, qështu që që kena. Atë bomit sinqert. Na kemi lyp me pas një mirëqenje, mesatare, me pas me hangër me pi, një kolë me kokë, bak mu vesh atë, na i kërë në familje. Ta është këshëri, në 4 randë kërë, s'ki ku e që ka me pe i kërëve. Na ja kalojmë edhe metropoleve evropiane me kërë për kokë banori, se të na nuk ka mu ka një kërë, edhe gratë po dojnë kërë, edhe thmija po dojnë kërë, edhe reja po dojnë kërë, edhe nipi po dojnë kërë, edhe mesa po dojnë kërë, edhe vlau po dojnë kërë, edhe motra po dojnë kërë, krejt po dojnë kërë. A peshedi që s'po mujna me dalë, kur ti jesh për gut, qa do të me bon kërë qytet? Ose mësuja kam, ose jep në autobuse për me kërë jetë. Jetë se ka lablak i madhë. Kush ka lyp para 3-4 vjetë me i pas të na këto të mira, këto ushqime. Qa kemi lyp me pas na i lëngë që atë, ose që to të gazumët se s'po i bëj marketing të ashtu para publikut e para kameres. Ta ashtë jo një, shkan të ndazëm plët të avalina, po dhe ndekur shkojsh plët të avalina, e kujdiu në mbelësina e sen. A peshivni që Zotit jep ma shumë se ti që a li për vetën tonë. A peshiv që Zotit ta dënë të mire ma shumë se ti që a dënë vetës tonë. Atër pse më ushqetsue, pse më mërzit. Edhe kur kështu i kalzën zemrës, që Zotit i regullon punë, Zotit ta shet gjendjen tonë, Zotit ta din gjendjen tonë, Zotit dë gjenë halët, falmëre me Zotin tonë, e pse bre mu më dodhin në trit, mu sprovu me smundja, apo mu sprovu me humbjet pasënis, pse po dënë Zotit me tani e pak zonin o bukurash, po dënë Zotit me tani zonin e me lyp në isen për Zotit, e me i kërku falje Zotit, e me u pendu të kë Zotit. E që me po falmëre me Zotin tënë? Qysh me folë? Po falmëre Shqip? Në cilën ko? Po kur dush mëre ti? Në cilën ven? Po kur dush mëre ti? S'ka të Zotit? Rari punë 08, 16, 09, 17, s'ka kështu. Ta njetën tane, Zotit është qka të të prit ty. Apo bën ai kërkes, apo bën ai pendim, apo i kërkon falje, e kështu me radhë. Kjo pra bindja e fortë, se çdo herë Allahu po na shef, e çdo herë po na dëgjon, e çdo herë po e din gjendjen tonë, kjo ta qetëson zemrën. Kur e din kështu qetësohet zemra, apo në rregull ka pra. E dyta, prej punëve që ta qetëson zemrën, është angazhimi apo preokupimi me veten tonë edhe të metat tona. Me u angazhue apo me u preokupu me çka? Me të metat, me gabimet, me gjënahet tona, me lëshimet tona. Jo sigur të na veten e bën evilia, këtë gjënahëshar, këtë bën këtë, këtë bën ato, që hapi këshyre Allah punë të halkët, këshyre mëre punë të tua, këshyre punë të tua. Andaj, sa ma shumë që të angazhohesh dhe preokupohesh me punë të tua, e nuk mirësh me punë të huja, e kje zemrën ma rahat. Qka po t'intereson ty, qka ku mbleone, sa kun shmimi, pse pe ngarkon zemrën tonë?
Vjen njënë me një kërë shtrejt, pe hoqë, qaj kushton 100.000 euro, që aty që parkun që është gjamis. Preokupohet, kë angazhohet, ka e murë kë, pare, qysh, a kesh, e pagujti me kardë, a e pagujti në zezen, a mos e ka vijel, a mos e ka po këta. Po pëse marrë për nga këtë zemrën tonë? Qika e filanit ish martu e kitë shue, tash do të me këshyja, o shu për moral, a vjeli, pse brejal që qiken, hej, para me nuk, kësë mëret me nejtë rahat, tu interesu për qiken e kojshit se ullshut për i burrit. Këtë jetëri e mur një pozit në qeveria, këtë di këto pozita politike, zakonisht janë. E qysh më rriti bre, me cilën partike, pse speqesi, pse shtenë, pse, këtë bo një pasoni, kësë mëret me nejtë rahat ton ditën, e ton natën, të e këshyrë, ka i murë ka e murë që të pasoni, kësë është i zoti, po kënë shkollë, as fakultetis fa të mujtë me krye. Pa pëse a lidhet risku me fakulteta? Me fakulteta tëre, këta doktorat ekonomista o dash me kom. Miliarderat, milionerat e natirë që ka poshtë anej. Po shumica për ty në doktorat ekonomist në është 10.000 euro nuk t'i ka në gjep apo në konto. Andaj qka pra? Angazho, preokupov me punët e tua, jo me të halë këtë. Sa ma pak me i ditë punët e huaja, zemra është ma rahat. Sa ma shumë i këqyrë punët e tua, i regullon punët e tua. Sa ma shumë i këqyrë punët e halkut, e të njerëz e tjerë, as i regullon punët e atyne, edhe tua që regullon edhe zemra. Që këmë rritin pozit, që këmë rritin me titull shkencor, që këmë boj pasën, që këmë boj një këta. Se bre Allah pas që djeta në vujtje, mos ta ka marë ty pozitën, mos ta ka marë ty autoritetin, mos ta ka marë ty pasunin, mos ta ka marë ty dijen, apo famën autoritetin, jo të vetin e ka. Si të pajtohesh se kush ka këtu në shoqëni, është një caktim tjetër që i cakton apo i determinon gjanat, atër zemra çka? Zemra është e qetë. Zemra është e qetë. Kështu që ju këshilloj në këtë kohë të informacioneve të vrullshme si vulkan, veç po lindë, si të qelë telefonin, bombardojnë, ta nëjë dikush tjetër, le që e ngarkon veten. Po qëre hoqë, po ta qëjnë një video se o dridhë toka në Venezuelë e që ka që mira vetë, se vërë Allah po ma qënë mu, ku pe mërë të ato? Po që të në rjetët socialin, pa dhoni që aty pe këshujtë, që po ma qënë të mu? Këtë jeti ta qënë një diçka tjetër, këtë jetëri, a beson që s'ka diti kush tisë na qënë diçka. E unë ku po jetoj? Apo ta mërmejnë që më analfabetuna, që apo ta qëjnë modën në ty? Jo përqindja hype kësaj partije rapë, se asë. Di unë me këshyrë përqindjet e partije, ti po ma lodhë më kryt me parti, me njerës që këshyrë interesin e vetë. Po kjo kështu, kjo ashtu. Krejt e kanë një parollë partit politike. Një fsha mirë për veti, dikur vonë të në edhe për nxeti. Amo krejt që shtu e kanë. Sinqerisht për javë thëmë. Nëse merë një ndryshe, gabani. E ta shti me ma lodhë mu kryt, ata meno mirë për veti, e unë e lodhë i kryt, apo i merë, apo i hypë, apo i bjen përqindja. Punë e madhe. Se në shkofë që më dhe në zedhe një me, popull për ja u kalëzëvenin të tënve. E këni pas që s'ka përqindje ma tullë në dalje dhe zgjedhje se sa këto zgjedhjet e fundit. I na lodh, i na iritu që të na ka ardhë. Zgjedhje, mo, heq, as një heq. Edhe s'po talëm, heq mo në zgjedhje. Thët dikush e kush voton, po votojnë që ata partizantë apo militantë e tyne. E treta, dhe me këto po e përfundoj, kush ta qetëson zemrën? Zemrën ta qetëson edhe një proces që nuk e dojnë fort, po ka me na ardhë patjetër. Patjetër. Çka? Kujtimi apo për kujtimi i vdekjes. Ape shevla, ti mundohesh të në me i pas, po kur nalesh e me ndonë, shpresat jënë gjatër, njëri shpreson shumë. Lakmia është e madhe. E vërtetë që lakmojnë ajo, po? E ta nej, kur të menejsh vdekjen, ose kur të menejsh dikon që e për cilëm sot të vorët, ose dje, edhe i lakrejt, që të sohët zemë të rrithët, se ty vërë kimi më rri asë një. Heq asë njës kimi më rri. Heq. A ka dikush pej neve që të qësë lakmon diçka? Edhe unë e lakmoj, valla. Edhe ti lakmon, edhe se cili. Dikush lakmon për shemull me pa xhamin me xhamat ma shumë, në këtë rast unë edhe kolegët e mi. Dikush tjetër, biznesi pak mi ushtu do të zero atina nishit, se i kam ri, 100.000 po edhe një mjashtu, ta ne po bot 1 milion, edhe një mjashtu, ato s'nale në zero, kur, s'ngopesh. Dikush autoritet, famë, në publik, në media, çdo natë, kur s'ngopet. Dikush tjetër në familje, dikush tjetër të shoh që ta fëmijë apo bëhet me ta. Pse ti mos me i poti as për shes zotja, a ti po i garanton këta?
Valla, s'ka pas qef me vdek edhe pak të të mbohen shta nipa qëto mesa, të të bohë që kjo rrugë, që një rrugë që ne këtë grope e kena, të të bohë që kjo të të bohë, isa njeri o dek pa i nresh rrugë, e pa i prit nipat e mesat, e pa i prit ata, e pa i prit ata. Kështu qka, kujtoj e vdekjen. Kujtoj e vdekjen e kjo qka, kjo t'i prish, krejt ato planet afatgjate, se na bojna plane afatgjate, bojna pasuria afatgjate, projekte afatgjate, kur të këshysh. Sa po do t'i me jetue? Kjo me planet e veta, kjo e ka 600 vjetë. Dhe ty kush ku për din ti, po qashtu po kalzon, kjo planet i kam këta, ato dhe 600 vjetë së realizohet. Kjo tjetër do plane, do projektet mëdhaja, sa ka me jetu që kjo? Kjo ka me jetu 6.000 vjetë. Për dhe mërti 6.000, o, qysh posinon kjo, këto zbanë edhe 6.000 vjetë, vëlla. E vjen vdekja të qka të godet tek, edhe t'i ndërpret krejt. Për ata me t'i këput, apo me t'a prej rrugën e që ty në lakmive të mdhaja, projekteve të gjata, apo shpresës, se pa fundshme është vdekja i laçi majmi. Kër e benën, që ki me ilon krejt, edhe asen s'ki me marrë me veti, ki me shguet, në fali, lakuriq, me një qefin, me një qarshaf që e shtojnë që të përmi krevet, me që ato të pështjel ki me shku tek Zoti, e ka me metë krejt ka, atëre qka i thu veti, po shamar e rabi Zotit, mos unë ngarka se pëjlejsh e krejt nese. Dhe me pas parasysh se njeriu njëtën e kësaj bote duhet qka me i bo punë njërën më të mirë, edhe çdo herë qka do që të bëjsh, bëne sikur që për e bënë për herën e fundit, se po më pret vdekja, edhe po du me shku tek Zoti mirë. Për ata jo çdo herë, rrallë herë në formë këshile, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur i ka thonë xhamatit, plotësoni, drejtoni safat, afrohuni, bashkohuni, mos e bëni këto, mos e bëni ato. Në fund, qa ju ka thonë xhamatit? Qa ju ka thonë xhamatit? Wasallu salaten muwaddi'. Faleni namazin, sikur me qenë namazi lam të mers. Nuk do të me thonë xhamati çdo ditë, po ka herë do të më aqit me, se ka njerë xhamati po zgjanohen namaz, po i mohon me atje sa hypi euro, sa ra dollari, nafta atje, ngushtica harmuzit, filani, marrveshja, çfarë gata Allah, po ti namaz i me Zotin, ja 4-5 minuta në falë aty lidhur me Zotin. E më ja u kujtu ka herë do të xhamatit, me thonë vllazë falë namazin. Pse ku pe dim na për dikon prej neve, na shta për mua, që për mua, po flas për veten tan. Na shta është xhamoja e fundit. E qysh do të me bo xhamon e fundit, do të me bo mas miri, me fal mënyrën më të mirë. Edhe për dikon prej xhamatit mundet me qenë kjo xhamoja e fundit. E qysh do të me krye për herë të fundit, notën e fundit, qysh kish qefeke, po të në vitin, bën ka një heraj gare, jo do nëzonë sa shkelqyshën, po jenë problema. Edhe nuk i marrin këtë pesë në fillim, amon, fond kur qohet, si bilbyn, pes, me dresen vit 4 jenë ja 16 lënda 17, i bën Tiranisë, Allah, 17 pesë. Pse se është e fundit, o kry viti mo, o kry shkolla. Edhe ti, me ndaje që ki me dalë, prej kësaj bote, andaj kryje pra, çdo punë që e bën të mirë, kryje sikur me qenë e fundit, edhe mundo me dalë faqe bardhë. Nëse kështu e ki qëllimin, qetësohet zemra, shkputet shpresat, shkputet lakmia, largohet, ato projekte 100 vjeçare që do të bëhet me Evropën, që do të bëhet me ato, që do të bëhet me këto, projekte, plane që veç Zoti i din. Andaj e lësë Allahun që këto zemra të trazuara, apo nga pak të lënduara, na i qetëson me këto 3 vepra, këto 3 punë që i përmendëm, e dietarët kanë përmendur edhe shumë të tjera. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe zemrat tona në fenë e tij Allahu na i qetësoft. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تندروا vëllezër, të gjithtash jeni të informuar se procesi edukativ arsimor në përshkolla ka përfunduar, ma konkretisht ka përfunduar javën e kaluar, më duket të premte në xhumën e kaluar. Tash pyetja që ju do të më dhoni përgjigje vet, çfarë keni përgatitur për ma të dashurit tuaj. Nëse ju kujtohet, se di që harroni, edhe si popull veç po harrojmë shumë, s'di çka u bë kështu, edhe trit, se lemona ma të më shumë që jemi, po edhe trit po harrojmë shumë.
Edhe shkaqet e harresës dihen, një prej shkaqeve të harresës janë edhe gjunahet, Allahu na ruaj prej tyne. E nëse kujtohet para 2-3 muajve, kaprila, kur kom fol, një hutbe kom fol me përkatit një projekt, jo afat gjatë, afat shkurt, për që dverë, qysh për e kalojmë. Tash, a jeni të zbatu qatë projektin që keni përgatit në mars apo në prill? A keni nisë me zbatu që një javë ditë? Çfarë projekti? Projektin për familjen. Se nëse na nuk i kemi përgatit, rruga i ka përgatit, kafeterit i kam përgatit projektet, pishinat i kam përgatit projektet, atje bregdeti shqiptare, bregdete tjera i kam përgatit projektet, me na i marë krejt, diskotekat, kafeterit, klubet e natës, krejt i kam projektet për verës. Muzikantat, që mi thënë këta artistat. S'po t'ja janë artista, po ma mirë me thonë muzikantë, se artistat du me kuj pak shkollë, du me pas pak një farë kulturë të artit. Jo veç zanë me bërtit. Edhe ata i kam përgatit. A dini që ka që si këngëtarë që këta 2 vjetë për para po rezerveshin. Në mujtë qershor, kërë rigusht, s'monesh me nëzanë ata. Ka përgatit a i diçka. E ti qka ke përgatit? Nëse jo atëherë, s'pja deshet mire familjes tonë. E disa prind, mashallah, kam përgatit. Pse kanë bo një plan, edhe një program për fëmijët e tyne qysh me kalu pushimin veror. Se janë 2 muaj në pyetje. 2 muaj e ma shumë bile. Andaj, ato që keni përgatit, zbatani, realizani. Dhe ata që i kanë përgatit të planet, programet, shihet se fëmijët e tyne i kjetë angazhum në për kurset të mësim besimit, në për xhamia, në për vizita të gjëshërve, të agjallarve, dajve, tezeve, hala, dhe me thonë, kam po projekte që i kemi përmenë për para. Andaj, ju kësha lutë edhe një herë, rrini afer fëmijëve, edhe merrni, afroni ju sa s'ja ka marrë dikush edhe me afru dikun tjetër, e pastaj mos qani me letë krokodilit, qka o bo? Wallahi në vlazër ka shumë për në që shkumë, djali narkomane këmë zanë, djali kështu, vajza kështu, menoj që hoxha e ka shkopin magjik tash, të si t'ja kënë një da regullohet. Jo hoxha po t'ka zënë që tash, për mos me kajti mas 15 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë. Allahu na rujt neve si popull në përgjësi e 3 dhe 3 në veçanti. Allahu na ndihmoft, Allahu na udhëzoft, edhe me qenë në të rrugë, në të viku Allah është i knaqër, Allah në mundësoft. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.